Qofë se dikush e vjerë në kerë për dekorim, ose e lën të kryte beba për dekorim, është sherr. Po në qofë se dikush, Allah në rujt, shpreson që ky Kur'an, i cili është i vjerën në veturën e tina për dekorim, ka mënsimin i mu, diçka Allah në rujt, kjo është shumë e keqe. Shif sa i vogël ky Kur'an o musliman, jo në përhap shumë edhe ka me ble këtë Kur'an, e shef nëse e qel edhe provon me lexu, mund është me lexu. Mirë po, edhe pse këtu në kamera shef muj me afru, do më thonë është Kur'an. Ama, qështu, pa kamerë, nuk besoj që ka njeri e cili ka lexu një faqe ose gjys faqe prej një Kur'anit tillë. Do më thonë, ky Kur'an, edhe nëse e blen dikush, nuk e blen për me lexu për tina. E blen ma shumë si dekorim, për zbukurim. Ama kjo është për qëllimeve shejtanit. Do më thonë, me mri shejtani, me na bo librin e Allahut Azza wa Jall veç dekorim që aty, e kena për me lanë normal, për me vjerë në kerë, për me lanë të kryte beba, nëse që ta e mri në shejtani, atër e ka mri qëllimin e tina. Kurani nuk është për me zbukuru armanin tonë. Libri Allahut Azza wa Jall është për të lexu, për me mësu, për me punu për mësimeve tina. Ma në meno, musliman, Kurani ose është pra teje, do më thonë, të përkrah ty ditën e gjykimit, edhe e që ka ke lexu jashtë e hajrin ditën e gjykimit, ose është argument kundër teje, do më thonë, e ke pas edhe se ke lexu, e ke ni edhe se ke punu me ta. Kthejme të tema, do më thonë, një Kur'an tillë nuk ki nevoj me ble, nuk ki nevoj me adhon kukojna hedije. Nëse dënë me ja i ble 10 kësi, me adhon dikojna hedije, atër e ble nja, po ble taman që lexohet për tina, edhe e japja dikojna për muslimanve, është shumë a hajrë. Por fond po thamë, nuk është që, po thamë që është haram, po thamë nuk ka hajrë në këta. Në këta, nuk ka hajrë. E po qka me bo me ta? Kur gja më zba me ta? Kur gja më zba me ta? Tash e ki. Nëse dënë me kall, lejohet me kall, e hjek. Qysh me kall? Mos bëh me dyftyrësha edhe me Allahun, po thamë lejohet me kall. E qysh me kall Kur'anin? Unë po thamë lejohet a vllajën. Tash përgjigj mu ti muhe. Ama mirë me kall, apo me vetën e ty mas 2 ditë ku është, edhe ti nuk e din. Edhe ku shkan në gjanë, e shet që u kanë me një vend që ma mirë me pa ka një kalt, se sa me ka një mlun me do tesha që aty. Të më thanë, ti jem sinqert me Allahun Azza wa Jall. E di që me njerëz ti na po shtirë me kanë sinqert, ama me Allahun Azza wa Jall ti jem sinqert. Këshilla jam për fon është mos i bleni, mos i përhapni, mos i japni kërkojna hedije, bakshisht, nuk ka nevojë për kësi Kur'anash, nuk ka nevojë. Ama në qoftë se dikush e vjerë në kerë për dekorim, ose e lën të kryte beba për dekorim, është sherr. Po në qoftë se dikush, Allah në rujt, shpreson që ky Kur'an, i cili është i vjerën në veturën e tina për dekorim, ka mënsimin i mu, diçka Allah në rujt, kjo është shumë e keqe. Allah në rujt e në një mofë gjithmonë. Mu ma banë halal për këtë shpreje tila, mirë po shumë ma mirë me kanë qartë me zveti, me u kuptu që ka po thojmë, e jo mi apshtjel njëni tjetërit, në këto nuk ka herë. Argument, gjoje një musliman, i cili e ka lexu një faqe për tina. Gjoje. Kur ka nësë në gjanë, e ka provu, edhe të ka thonë po më isha me lexu, edhe ka lanë. Do më thonë, nuk ka dikush i cili lexon për tina, kjo përduhet ma shumë për dekorim, e Kurani nuk është dekorim. E lusëm Allahun Azza wa Jall na bo për atë që lexojmë Kur'anin.